Kush ka përparësi, vjera apo reja? Kush ka përparësi, vjera apo reja është një nga pyetjet e shpeshta që parashtrohen në media, ndaja të ndryshme, pastaj edhe në hengje familjare. Pyetje e tillë vjen nga vetë vjera dhe rejat, pasi ato dëshirojnë të dinë përparësinë ndaj njëra tjetrës, pasi acarimet, fërkimet mes vete janë se unë apo ti, cila ka më mirë apo cila ka përparësi. Padyshim që secila pretendon në kauzën e vet se ka të drejtë, mirë po kush në fakt ka përparësi dhe kur duhet të ketë njëra palë ndaj tjetrës përparësi në vendimet apo dëshirat e tyre, qoftë në shtëpi, familje apo edhe në shoqëri. Kjo është një pyetje që ka shumë përgjigje dhe nuk mund të jetë një përgjigje fiktive apo përfundimtare duke dhënë hapësirë apo të drejtë vetëm njërës palë. Përparësia është e hapur për vjerën si e moshuar dhe duke trajtuar rejen si personin më të dashur të burrit të saj, por përparësi ka edhe nusja apo reja duke respektuar vjera si grua të djalit të saj apo si çik të vetën. Konfliktet e shumta dhe të shpeshta në familjet kosovare dhe më gjerë, të cilat edhe kanë rezultuar me dhunë në familje, madje edhe padinë gjykata kështu me radhë, ka ardhur si rezultat i egos apo luftës për përparësi ndaj njëra tjetrës. Në fakt, unë mendoj që vjera duhet të ketë përparësi në shumë funksione të jetës. Për shembull, ajo duhet të vendosë për disa çështje familjare sepse mosha dhe përvoja e jetës e bëjnë të veten që ajo është më e matur apo siç njihet në popull më e pjekur, ani pse përkundër moshës ajo mundet me qenë e padrejtë ndaj rejes së saj, mundet me gabu, por në përgjithësi mund të ketë përparësi në shumë fusha të jetës. Nëse është fjala për vendime apo hapa që përkasin gjeneratës së re apo të mesme, atëherë duhet me mendu që përparësia i takon rejes, sepse është më afër realitetit apo më e njohur me atë situatë apo me atë çështje. Djali normal që respektin që ka për nanën nuk mund ta ketë për gruan, e as dashurinë e gruas nuk mund ta ketë për nanën. Janë gjëra të ndara, por që duhet menaxhuar mirë dhe duke mos ndikuar në zbrazëti tek asnjëra palë. Secila pra e ka vendin e vet në shtëpinë e vet dhe secila duhet respektuar dhe nderuar nga djali, pasi edhe roli i tij është shumë i rëndësishëm. Shumë të rinj dhe të reja në momentin që fejohen apo martohen, harrojnë çdo kënd përveç gruas. Kjo është diçka e gabuar dhe mund të sjellë probleme familjare, sidomos në raportet mes vjerave dhe rejave, sepse është gabim nëse ti mendon që mund të fejohesh dhe tashmë e gjithë bota mund të ndryshojë, por për ty s'është e rëndësishme sepse ndryshimi është tek personi që e fejuar apo martuar, e që është çështje e gabuar dhe jo konstruktive sepse nëna është ajo që të ka lindë, të ka rritur, edukuar, është personi i parë që duhet ketë rëndësi. Pastaj vijnë edhe anëtarët e tjetë familjes. Kështu që ky vendim ose ky hap i gabuar i të rinjeve shpesh shkakton probleme familjare. Në këtë pyetje, pra mund të jap përgjigje edhe djali. Sjelljet e tija, raportet e tija me nanën, raportet e tija me gruan janë rezultat i një përgjigje të dobishme, të përgjithshme dhe të rehatshme edhe për nanën edhe për gruan. Andaj kujdes në përgjigjen dhe pyetjes se kush ka përparësi, vjera apo reja.